Do të realizohet në maj, në Tiranë, në fund të majit, ju mbledh ju të trejave që jeni ekspertet të secilit prej sektorëve që prezantoni, dhe do mblidhen shumë mama për të mësuar gjithçka rreth mëmësisë sa i përket atyre ditëve të para, po edhe përpara, duke nisur që përpara, që te para përgatitja, qoftë për gjithënien, por qoftë edhe nga ana para përgatitjes për të lindur, apo jo. Patjetër, që gjithashtu është një proces shumë i rëndësishëm që nëna të di si ta menaxhoj dhimbjet, frymarrjen, gjithë ato teknikat që ndonjëherë kur nuk di si ti menaxhosh, normalisht edhe mund ta ndjesh edhe pak më intensiv Se procesin. vendosët, më trego pak më tepër për këtë event, bashkë me vajzat, gratë që po realizoni. Ka qenë një iniciativë e Martës, në fakt, sepse Marta i organizon shpesh, unë i kam organizuar vetëm një herë fizikisht, dhe kur Marta më ka propozuar si ide, kam thënë direkt po, sepse ishte diçka që okay, dhe pse e kam bërë rrallë, është diçka që më pëlqen. E menduam sepse normalisht ne si Eralda, Marta dhe unë do trajtojmë 3 nga proceset më të rëndësishme. Marta procesin e lindjes, menaxhimi i dhimbjeve, frymarrjes, teknikat pra pozicionet, sepse ndonjëherë ai pozicionimi i gabuar dhe në procesin e lindjes mund të bëjë që nëna të ndjej dhe më intensive dhimbjet, kështu që Marta do t'i shpjegoj duke bërë dhe praktikën me gjithë mamat se si ta menaxhoj atë moment. Nga ana tjetër është Eralda pastaj që do t'i tregoj mamave si ta lajnë, si të kujdesen për bebin, teknika e kujdesit të kërthizës, që ndonjëherë e diori na duken si shumë të thjeshta, por që unë shikoj që mamat të gjithë që duket kaq natyrale dhe pastaj të shkojnë djersët. Se më kujtove tani kur kam larë djalin për të parë para 12 vitesh, kisha u lava vetë, dhe djali nuk e lava. Ishte gjithë ujë mbi mua dhe djali ishte vetëm këmbët i kisha larë. Dhe normalisht kur ti di si ta kapësh, si ta mbash bebin, është të jep një dorë dhe po mos kesh ndihmë përreth. Dhe gjithonja pastaj që dihet që do jetë gjithë ai procesi i shpjeguar, madje dhe në praktik, në çfarë forme, me mama secilat ketë kukullat e veta, ku të bëjmë bashkë pozicionimin, mënyrën se si ta mbajmë bebin.